Drejtëhije të shumta kanë dalë mbi rolin e kryeinfermierit të burgut të Durrësit, Aulon Çuku, në historinë e aratisjes nga spitali i Durrësit të Altin Ndocit. Sipas prokurorisë, Çuku rezulton të jetë personi që ka nisur dhe më pas ka ndjekur të gjitha procedurat për transferimin e Ndocit jashtë burgut drejt spitalit, pa kontaktuar më parë mjekun që do të duhej ta vizitonte të burgosurin. Stanafilla e aratisjes së Altin Ndocit është vendimi i autoriteteve të burgut të Durrësit për ta shoqëruar atë në spitalin e qytetit të Durrësit. Sipas prokurorisë, kryeinfermieri Aulon Çuku ka kërkuar rekomandim për pacientin e paraburgosur nga mjekja e burgut Yrfete Sema. Ky e fundit hartoi rekomandimin pa i bërë vizitë Ndocit, duke sqaruar se ishte kryeinfermieri që e vuri në dieni se Ndoci kishte dhimbje veshkash. Nga ana e tij, Çuku mohon ta ketë takuar në mjediset e izolimit të Ndocin, ta ketë vizituar atë apo t'i ketë kërkuar mjekes Sema rekomandim për vizitë. Sipas tij, ka qenë mjekja që ja ka dhënë vetë rekomandimin, ndërsa prokuroria në dyshimet e saj për rolin e kryeinfermierit ofron si element shtesë edhe faktin se nga mbikëqyrja e kamerave të sigurisë në burgun e Durrësit vihet re një ndërveprim i dyshimt midis tij dhe drejtorit tashmë të arrestuar Indrit Cerloj. Por edhe në këtë rast Çuku ka mohuar të ketë patur kontakt me drejtorin e burgut në intervale të kohës së pretenduar nga hetimi. Sipas rekomandimit, Ndoci të duhej të vizitohej në spital nga një mjek kirurg. Atë ditë në shërbimin e rojës ishte kirurgu Naim Mediu. Ky i fundit ka treguar përpara oficerëve të policisë gjyqësore se rreth orës 10:30 më ka kontaktuar në telefon Aulon Çuku, i cili kërkoi konsult për një të burgosur, me të cilin gjendej në ambientet e spitalit në ato momente. Ka deklaruar në prokurori mjeku Naim Mediu. Kirurgu dhe Çuku janë takuar më pas tek recepcioni i spitalit, bazuar në rekomandimin e mjekës Sema dhe se Ndoci kishte dhimbje barku dhe mesi. Kirurgu ka treguar se kishte rekomanduar që pacienti të merrte 4 ilaçe që shërbenin për ta qetësuar dhe pas një intervali do shkonte ta vizitonte. Pas këtij momenti, kirurgu është futur në sallën e operacionit me një tjetër pacient, por megjithatë, kryeinfermieri rezulton të ketë marrë rekomandimin për t'i dhënë mjekime Ndocit. Nuk rezulton që i burgosur të ketë marrë trajtim në pritje të vizitës me mjekun. Dy punonjësit e sigurisë, të cilët qëndruan me Ndocin në dhomën e repartit infektiv, kanë treguar se u ka shkuar kryeinfermieri Aulon Çuku dhe sa ju ka thënë se doktori vonon 2 ose 3 orë. Pas daljes nga salla e operacionit, kirurgu Mediu ka deklaruar se është kontaktuar në telefon nga Aulon Çuku dhe i ka bërë me dije se pacienti Altin Ndoci është larguar nga spitali, por një tjetër telefonat mes dyve zhvilluar sipas mjekut në orën 15, afro 2 orë nga ratisja e Ndocit. Ajo që habit është se këtë herë sipas dosjes hetimore, Çuku e ka kontaktuar me një numër telefoni që mjeku nuk e kishte të regjistruar dhe kanë biseduar në lidhje se si kishte ndodhur ngjarja. I kujtojmë që Altin Ndoci u transportua në ambulancën e burgut së bashku me një paraburgosur tjetër në shoqërinë e vetëm 5 personave të sigurisë në shkelje flagrante të protokolleve. Nga dhoma e spitalit e përshtatur me kafas hekuri, ai arriti të largohet në momentin që kërkoi të shkonte në tualet.